أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë muaj madhështor. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu mos na privon nga mirësitë e këtij muaji. Dhe të ndershëm ne edhe më tej vazhdojmë të jetojmë me krijesën më të dashur të Allahut Azza wa Jall, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të njihemi përsa afërmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, se si kur syri s'ka mundësi që të jep efektin në mungesën e dritës, po ashtu dhe logjika s'mund të jep efektin në mungesën e wahjit. E jeta dhe biografia e pejgamberit Allahut është pjesë e wahjit, pjesë e shpalljes. Nga se pejgamberi Allahut lindi u rrit deri në shpallje dhe pas në kujdesjen Allahut. Dhe tha pejgamberi Allahut, unë jam rezultat I duas dhe lutjes së Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ku Ibrahimi dhe Ismaili ndërtuan Qabën, apo rindërtuan Qabën, ju drejtu Ibrahimi alayhi salam Allahu Azza wa Jall dhe ju lut që Allahu Azza wa Jall ta nderon këtë vend me një të dërguar, me një pejgamber, dhe Allahu ja pranoi duan. Dhe tha, dhe unë jam përgëzimi I vllaut tim Isait, wa mubashiran bi rasulin min ba'di ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه Ahmed. Dhe Isai përgëzoi se do të vjerë në akhiri zaman një njeri që quhet Ahmed. Dhe tha pejgamberi Allahut se nana ime ka pa një dritë që ka dalë nga ajo që I ka ndriçu pallatet e Busras. Në një transmetim ka dalë një dritë nga nana e pejgamberit Allahut që I kanë ndriçuar pallatet e Shamit. Historianët kanë ndryshuar mendimin se kur kjo dritë ka dalë, gjatë shtatzanisë apo gjatë lindjes. Po kjo dritë aludon se në akhiri zaman Islami do të përforcohet, do të përqendrohet në Sham, në tokat e Shamit. Dhe treguam se pejgamberi Allahut lindi jetim. Dimuj para se të lind pejgamberi Allahut vdiq baba I tij. Dhe atë duke qenë në Medinë baba I tij. Në moshën 6 vjeçar apo 6 vjeçar e dimuaj, kur pejgamberi Allahut I kish I vdes dhe nona. Gjatë kthimit nga Medinja në fshatin e quajtur El Abwa. Para transmeton Imam Muslimi, I cili tregon dhe thot se pejgamberi Allahut kur mor rrugtimin për të kri umrën, siç njihet e ne në udhëtimin e Hudejbijës,
kërkoj leje prej Allahut Azza wa Jall që ta viziton varrin e nonës së vet. Dhe Allahu Azza wa Jall ja lejoj. Dhe shkon pejgamberi Allahut, ulet te koka e varrit të nonës. E shoqëruan pejgamberin Allahut dhe trimi sahabi. U ul pejgamberi Allahut te koka e varrit dhe qajti dhe qajti dhe qajti. Ta se kemi pa asnjëherë pejgamberin Allahut duke qajt kaq shumë. Qajtën dhe sahabët bashkë me pejgamberin Allahut. E pastaj tha, ngriti kokën dhe tha, kërkova leje prej Allahut Azza wa Jall që ta vizitoj varrin e nonës sime. Allahu ma lejoj. Pastaj kërkova leje që të lutem për ta, mirë po nuk ma lejoj. Që në kupton se nona pejgamberit Allahut në zjarë për gjithmonë. Prindërit e pejgamberit Allahut në zjarë për gjithmonë. Ani se prej tyre ka lind një pejgamber i madh. Se vëllezër të ndershëm, nëse aludon kjo diçka dhe nëse mesazh në përcjell, mesazhi më i rëndësishëm është se në xhennet për hatër të dikujt nuk hinë. Një njeri te pejgamberi Allahut dhe i tha, ja Rasulallah, baba im ka vdek para se ti të shpallës pejgamber. Ku e ka vendin? Pejgamberi Allahut tha, në zjarr. Mërzitet fort. Pastaj rikthen dhe thot, baba im dhe baba jot në zjarr. A dini përse prindët e pejgamberit Allahut në zjarr për gjithmonë? Për çka se në çdo kohën e haxhit vishin thirrsa që thirrshin në fen e Ibrahimit që ta braktisin idhujtarin, zakonet, adetet e njerëzve nuk i lishin ato që ti dëgjojnë fjalët e thirrsave të asaj kohe. Pra prindët e pejgamberit Allahut ishin nga ato që e mashin traditën, zakonin, adetin. Prat Ibn Qayyim i tha, nëse doni me ditë kush kanë qenë armiqt më të mëdhej të pejgamberëve të Allahut, armiqt më të mëdhej të pejgamberëve të Allahut kanë qenë zakonet dhe adetet. Me shkoqit njënin për një zakoni, një adeti, një tradite që ai është adaptu në ta, është shumë zorë. Për këtë vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall deshtit na përcjell dhe neve mesazh. Mos mendo ti se për hatër shkon në xhenet. Për hatër s'kan shku prindët e pejgamberit tan, e ti do të shkojsh për hatër në xhenet. Në xhenet shkohet me vepra. Në xhenet shkohet me pasimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Para mendone si cili prej neve me pas këtë gjendje që me i vdek nona e pastaj me shku te varri dhe mos mu mujt mu lut për ta. Vdesin prindrit, s'mun kur gjo me bon për to. Nga se Allahu ta ka ndalu se s'ka rahmet për to. Allahu për këtë rahmet nuk e kufizon në vetëm ai që e ka kufizu vetës e vetë. Pra vdes nona në rrugtim dhe si shtot Ibn Kathiri, don Allahu Azza wa Jall që shijoj e pejgamberit Allahut idhsin e jetim llakit të plot, edhe nona, edhe baba. Pra atë pejgamberi Allahut thoi ke, unë dhe kujdestari jetimit në xhenet me një pozitë. Se ai e din çka do me thonë i jetim. Ibn Kathiri thonte, fukarallakit nuk ja din vetëm fukaraj.
smundjes nuk ja din vetëm i smuari. Robërimit nuk ja din vetëm i robëruari. Viktimët i vetëmi atë që e din çka do me thonë zullumi dhe jetim lëkin nuk e din çka do me thonë vetëm jetimi. Shumë njerëz kalojnë shumë bajrame dhe gjithë i përqafojnë prindrit, ndërsa jetimi prit dikush a ka mundësi me përgëdhel dhe me mëshiru. Maj sprovuarin si përfaqën e tokës ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që ta merë Ayman, që sonte do ta kuptonin një sekret që ndoshta se keni ndëgju më parë, se kanë pejgamberi Allahu pas Ebu Bekër Sidikut e ka dash më të shumtë. I ka dash di burra. Edhe këto burra, kur t'i përmenimi, ndoshta Jusef të para herë keni me ndëgju, se sa i ka dash dhe cilët kanë qenë arsijet pse ka të shumë i ka dash. Zeid ibn Haritha dhe Usame ibn Zeid. Për këtë arsye, kur i dhënon ke pejgamberi Allahut, shkojshin te Usame, i theshin shkoj foli pejgamberit Allahut zbutët. I vetëmi që e zbut të pejgamberin Allahut Usame. A dini përse? Se Usamja ishte djali Aymanit, nonës së dytë të pejgamberit. Ayman, bashkëshortja e Zeid ibn Harithës, pasi që Allahu Azza wa Jall e urdhnon pejgamberin Allahut që të martohet me Zeynep bintu Jahsh, e ndahet për Zeid ibn Harith. Ayman, ajo që e mor kararor pejgamberin Allahut kur met në rrugën e Bua, u kujdes për pejgamberin Allahut, parat kur shkon të ngosti pejgamberi Allahut, Aymani i përtit të do njëherë pejgamberit Allahut nëse nuk e hajki ushqimin. Dhe e nezi u që ditë këthe ke si ka gudzim kjo plak mi përtit pejgamberit Allahut. Tonë të pejgamberit Allahut, leje se kjo është nona im e dytë. Kjo më ka këshirë, kjo a kujdes për mu. Parat pas vdekjes pejgamberit Allahut, shkon Ebu Bekër Sidiki dhe Omeri për të vizitu Aymanin. Si që kish zakon pejgamberi Allahut të viziton Aymanin shpesher, dhe e gjenë plak e raskapitur e lodhur duke qajt. Kur e pan duke qajt që Ebu Bekri dhe Omeri, dhe po jep gajret Ebu Bekri, thot, ja Ayman, oj nona Aymanit, mos qaj, gajret, sabër, se pasha Allahun, pejgamberi Allahut, sigurisht e ka gjetë më mirë a gje ku ka shku se ku ka qenë. E di qëfar tha Ayman? Tha, vallahi pe di se pejgamberi Allahut më mirë e ka gjetë a gje ku ka shku se ku ka qenë. Tha, unë s'po qaj për atë, po qaj se Gjibrili a.s. në vike shpesh herë në Medine, në viziton të deri sa pejgamberi Allahut ishte gjallë, mirë po me vdekjen e pejgamberit Allahut në mungon Gjibrili a.s. Pra vëllezër të ndërshëm, Gjibrili a.s. i mungon të këtinve njerëzve të mirë dhe vizita e tij në Medine, e Allahu Azza wa Jall për nder të përmalluarve për melekët dhe Gjibrilin e boni një natë të madhe të kadrit që Gjibrili t'i viziton gjithë muslimanët në çdo treve dhe çdo vend, që t'i përgëdhel për mallimet e tyre. E lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ban nga ata që na përgëdhel dhe na viziton Gjibrili a.s. në këtë Ramazan.
Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ban që dojmë pejgamberin Allahut ma shumë se sa i dojmë familjarët tonë. Pra pejgamberi Allahut vazhdoi rrugtimin që të ngel në kujdesjen e gjyshit të tij, me për nuk i mush dhe 8 vite e 2 muaj i vdes dhe gjyshi i tij. Dhe jetë në dorën e Ebu Talibit. Edhe pse Ebu Talibi ishte më i varfër i gjallë i Abdul Muttalibit, testamenti i gjyshit është që të kujdeset Ebu Talibi. E dini përse? Nga se Ebu Talibi dhe Abdullahu, baba pejgamberit Allahut, ishin vëllezër nga baba dhe nona. Edhe nga baba, edhe nga nona. Ebu Talibi aq ishte i varfër si s'kish në sofër që kam ishtru pejgamberit Allahut. Parat pejgamberi Allahut të regoj dhe tha, s'ka ardhë as një pejgamber në si përfaqen e tokës e pa e pas kri një mision dhe një profesion. E disi ka rësien qenëm profesioni dhe misioni i kejtë pejgamberve të Allahut, gjdo pejgamber ka qenë bari. Gjdo pejgamber ka qenë bari, ka rujt kopet të dhenëve. Ta një Rasulullah dhe ti, ta dhe unë. Kohën kur kanë qenë bikqilën e Ebu Talibit, kam rujt dhenë për disa kararitit e dirhem që më paguishin me kasit. Ibn Hajar Asqalani thot, përse të gjithë pejgambert Allahut kanë rujt dhenë, amo nuk kanë rujt deve apo lo. A din se përgjigj? Për çka se dhenë që janë dhe vetëmet që nuk lidhen ama udhëheqen. E pejgambert e Allahut s'kan arë me lidh umetin, po kanë arë me mësu umetin. S'kan arë me nuk kërpesh njerëzve diktatori dhe udhejtësi dhe ne që shtojmë e ndryshe zbanë kur qish, po kanë arë pejgambert Allahut me qenë shembulltir. Dhe prej dhëmbëve njeriu përfiton modesti, eksperiencë, gjithashtu dhe sabër dhe durim. Për të mbledh kopën e dhëmbëve e din çobanët, e din ata që kujdesen për to se sa duhesh me pas sabër dhe durim. Për atë të pejgamberi Allahut, gjithë pejgambert Allahut kanë dhënë. Dhe gjithë pejgambert Allahut kanë hongër ka djelsa e ballit dhe mundit të tyre. Tha, mirë po ka fshatën më halal si përfaqen e tokët që e ka hongër, kush është? Daudi a.s. Dhe me këta e përfundoj, pejgambert Allahut ta kanë hongër haram runa Zot. Pse Daudi ka ngronë ka fshat më halal? Arsia është se Daudi a.s. ka qenë mbret, s'ka pas nevoj për punë, ama nuk ka ngronë prej qeverisjes, po ka ngronë prej gjersës. Ka maru jelekat e luftës dhe pej përfitimit të tyre, ka ngronë dhe ka ushqej barkun e tij. A din me çka Allahu e ka kompenzu? Dhe kja është mesazhi sot. Allahu ja ka kompenzu që ka ardhur me një transmetim të vërtet, adhuruesi më i madh që e ka adhuruar Allahun si përfaqen e tokës ka qenë Daudi a.s. E kuptove sekreti çish mund ti me adhuru Zotin tënd? Ku është elementi pse se në bëjmë sabër në një ibadet? Allahu Azza wa Jall e ka bon Davudin shembulltir në dy lloj të ibadeteve të veçanta, derisa dhe shpezët, po dhe pemët dhe kodrat i ka bon që ta adhurojnë Allahun me Davudin. Adhurimin e parë, Davudit a.s. që Allahu Azza wa Jall ka veçu, ka thonë s'ka agjeru si përfaqen e tokës dikush ma mirë se sa Davudi. Që shka agjeru një ditë po, një ditë jo, ta një jetë. Një po, një jo. Kja është kulmi e dhurimit të agjerimit.
Dhe nuk ka bon namaz natë dikush më mirë se sa Daudi. Gjysën e natës ka flet, pastaj 1/3 ka bën ibadet dhe 1/6 para sabaut ka flet. Ka thonë pse që këtë 1/6 me flet, ka thonë me mshej ibadetin e natës, që mos me ditë vetëm Zoti vet. Allahu na bon fbetin. Allahun azza wa jalla lusmi që Allahu të na mëson prej dinit të tij çka nuk dim, të na jetron atë të cilën e kemi harru. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.